Muzeu Historik i Shkollës Shqipe në Iballë të Pukës, i ngritur pak kohë më parë me përkujdesin e financimin e intelektualit biznesmen të kësaj zone, Ded Maluta, është i veçantë në llojin e tij, një nga më të mirët arsimit në trevat tona. Mbas askund tjetër më mirë se në këtë muze nuk e lexon historinë e arsimit në Iballë. Figura të ndrithura të dijes e atë dhe dashës në vitin 1903 hapen këtu shkollën e parë shqipe. Në hyrje të muzeut është vendosur dhe busti i Frok Kolpematit, iniciator e këmbgulës i hapjes së shkollës shqipe, vepër e skulptorit Isa Baliaj, mjeshtër i madh. Ne kemi një muzeum shumë të bukur në Iballë, i cili u bë me rastin e 120 vjetorit të shkollës. Iballa ka qenë një fshat me traditë, një fshat i vjetër, përbërë nga dy komunitete, komuniteti i Thaqit, që është komuniteti predominues, dhe komuniteti i Toplanës ose Gashit. Është ndër muzeet arsimor më të mirë që mund të shohësh dhe është befasi që këtë e gjen në Iballë të Pukës, kaq larg do të thosha Tiranës, por kjo tregon që ky vend ka nxjerr intelektual të shquar gjatë gjithë historisë së vet, dhe ata kanë bërë të mundur që edhe të ndërtojnë këtë muze, ku shpikat në mënyrë të veçantë kontributi i biznesmenit të shquar, Ded Maluta, po dhe i mjaft personaliteteve të tjera të zonës. Është shumë i pasur muzeu, meriton ta shohë njeriu me vëmendje, meriton të ketë shumë vizitorë dhe të kuptojnë se si ka qenë jeta prej 120 vjetësh në arsimin e kësaj treve të Iballës, që është një nga vendet më interesante historike të Shqipërisë veriut. Në këtë muze të Iballës prek sadopak lashtësinë. Njihesh me figurat e shquara të dala prej saj, si Mirakajt, Thaqet e Pematet. Mes këtyre banorëve, në fillimet e shekullit 20 ishte dhe Franz Nopça, i cili është në fotografi me ta me veshjen tonë kombëtare. Historianët studiues japin vlerësim të veçantë për këtë muze. Vizituam edhe muzeun e shkollës, një punë pasionante, një punë e bëme me një vullnet të mirë, ma shumë me nisma personale të intelektualëve dhe të djemve dhe vajzave të Iballës, të cilët janë intelektual të zgjuar dhe dinë të vlerësojnë punën e të parëve të tyre, trashëgimin e tyre. Ky është një muze arsimor me të vërtet shumë impresionues, se duhet shërbejnë fakt si model edhe për shkollat e tjera, anë mban Shqipërisë. Veçantë është që nga përmbledhen në mënyrë kronologjike gjithçka, historiku i fshatit, historiku i shkollës, por ajo çka duhet të shtojmë, rrallë parë duhen përgëzuar gjithë kontributorët që kanë bërë këtë punë, që me të vërtetë është punë kolosale, me në krye Ded Malutin, që është kryesori i cili ka bërë edhe punën më të madhe, por edhe ka mundsuar në aspektin financiar realizimin e këtij muzeu të tillë. Ky muze është në lartësinë e asaj që ka përfaqëson Iballa në historinë e krahinës Pukës, duke pasqyruar në mënyrë kronologjike periudhat historike, kontributin e figurave të rëndësishme të Iballës dhe gjithashtu duke u pasqyruar edhe periudhat historike përmes dokumenteve të relacioneve gjyqtare apo të përshkrimeve që kanë bërë udhëtarët huaj, pasi Iballa ka qenë ndër pikat që është vizituar nga studiues, etnolog apo udhëtar vendase të huaj. Ndonë se kanë metur pak nxënës, shkolla ku është muzeu për nga mjediset nuk dallon nga ato të Tiranës. Ky muze është vend në shërbim të guidave turistike për vizitorët e turistët e huaj që kalojnë në Iballë.